Edhe Go+B avllaznimi që Vëllaznimi mbrëm ka shënuar një fitore bindëse ndaj Go+P-s me rezultat 94-85. Për gjakovarët kjo është fitoria e parë në vitin 2026, pas humbjes së pësuar në kupë ndaj Prishtinës. Trajneri i kuqezinëve Dorant Hana u shpreh i lumtur me paraqitjen dhe rezultatin e skuadrës. Në qëtë situatë që shemi konë, domethënë jemi konë të fundit realisht në tabel, mendoj që u konë shumë rëndësishme edhe besoj që u konë lojë mbetëne, besoj që tash në vitin 2026 në këtë pjesën e mbetën sezonës, me që kena vazhdu të shku u bo ma mirë. Sipas Hanës, kjo fitore ka rëndësi të veçantë pasi është e para për të si trajneri i vëllaznimit. Eksperiencë shumë e mirë, ju mundu mi shqiu në maksimum, do thonë jem falenderus prej kryesis klubit për mundësin, për besimin, jem falenderus për bashkëpunëtorëve, drejton Racin, tim stranerit dhe drejtori sportiv Bim Kumnova, edhe normalisht prej lojtarëve për angazhimin. Do thonë na kena bisedu me lojtarët individualisht, se cili kena thonë që na vynë me ndryshu qasja, edhe unë ju kumë të regu që edhe klubi edhe unë si trajner besojmë të ju se dim që kanë kualitet. A i shtoi se skuadra këto sezon synon të zhvilloj ndeshje shumë të mira dhe të realizoj objektivat e klubit. Ndeshje në radhë se kena ndaj bashkimit, mendoj që kena me pas performancë mirë, bashkimi ka ekip kualitet, jenë stabil, po besoj që në mendimin e tifozave edhe mi shfrytëzues terrenin vendas, besoj që kemi mundu me nxjerrë rezultat sa më pozitiv. Aktualisht vëllaznimi ronditet në vendin e parafundit në ProCredit Superligën e basketbollit me 19 pikë, pohet Sarahoveci dhe Golden Eagle Ylli. 11 mala nga 18. Edwards dhe Hajdarin e fitore të rëndësishme e vëllaznimit.